Vëllezër e motra, jemi të buar sot këtu të përcjellim gjyshin ton, babain ton, vllaun ton për në botën tjetër. Duke e lutur krijuesin e kësaj ekzistence që ta marrë në mëshirën e rahmetin e tij, ta gradoj e begatoj me të mirat e Zotit, të cilat janë të pakufishme me Xhenetul Firdaus. Edhe me këtë rast, shprehim keqardhjen tonë për padrejtësitë e mëdha që janë duke u bërë çlirimtarëve tanë, që fatkeqësisht sot edhe djali i tij, ish presidenti ynë, nuk pati mundësinë që të jetë në përcjelljen e fundit për botën tjetër të babait e tij. Megjithatë, që të gjithë po e shohim se që të gjithë ne, nga të gjitha trojet tone etnike shqiptare, jemi të buar sot për të përcjellur gjyshin ton, Haxhiun, për në botën tjetër. Jemi krenar që i takojmë kësaj toke, jemi krenar që i takojmë këtij kombi, jemi krenar për përpjekjet tona të vazhdueshme që kemi bërë për shtirimin dhe pavarësinë e vendit tonë. O Zot, të lutemi që shpirtin e Haxhiut ta marrësh, ta bashkosh me shpirtrat e pejgamberëve, me shpirtrat e dëshmorëve të cilët ran për shtirimin e vendit tonë dhe t'i begatosh me të mirat e tua të pakufishme. Ndaj e lëm na në mëshirën dhe rahmetin e të Madhit Zot, e familjes i themi, të jeni krenar për gjyshin tuaj, për baban tuaj, për mikun, vllaun, kuqeririn tuaj që keni pasur, i cili vërtet dha shumë nga vetja për shtirimin e vendit tonë. Zoti na begatoft me të mirat e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Fal namazin e këtij të vdekur. Mund se është vllazën, shtynë veç edhe pak më lart që kjo pjesa ashtu. Hajde. Shkoni dia veç edhe pak më për Po e gjaba veç pak. Что, бабля?
Hadi diyelim. Kom.